Avokat, do t'ju pyes në lidhje me një rast në fakt ku bëhet fjalë për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja, ku u pa një masë mbështetëse ndaj vrasësit të gjyqtarit. E ndërkohë, pasi ndodhi gjithë kjo histeria kolektive që u mbështet vrasësi në fjalë, në fakt në kodin e ri penal është parashikuar që ai që mbështet, po themi, vrasësin dënohet deri në 3 ose 4 vjet burg. Ky është një ligj antinjerëzor, antidemokratik, antipopullor. Dhe nuk do bëhet ligj. Ky është një projekt ligj, por nuk mund ta bëj. Sepse në fundit ne jemi një vend që pretendojmë që të shkojmë në Bashkimin Evropian. Dhe në Bashkimin Evropian nuk shkohet me ligje diktatoriale. Zotëri, qytetarët s'kan që bëjnë drejtësisë në përgjithësi dhe mbështesin atë qytetarin shkodran që ekzekutoi gjyqtarin në sallën e gjyqit, sepse i kishte ardhur në majt hundës. Po zgjidhja nuk është ajo që bëri ai. Zgjidhja është kjo që them unë, dhe që thash pak më parë në fjalën time, që ne duhet të ngrihemi kundër kësaj drejtësie dhe kundër këtij kodi zgjedhor, kundër këtij sistemi, kësaj reforme tash të quajtur në drejtësi, që u pretendua dhe u propagandua në mënyrë të llaktarshme në të gjitha mjetet e informacionit masiv, që do ishte shpëtimi i drejtësisë. Shikojeni në datën 21 korrik 2016, kam thënë eksaktësisht atë situatë, atë gjendje të drejtësisë që është edhe sot, dhe që sot është shumë aktual. Pra pas 9 vjetësh, po më 10 tani, kam parashikuar dhe kam thënë që do ndodhë kështu, që nuk do bëhet reformë drejtësi, dhe pikërisht reforma drejtësi pollikrimin. Kjo reformë drejtësi që bën këta, jo vetëm që nuk bëri drejtësi, por pollikrimin. Sepse u hoqën gjykatat e apelit në përrethe, u shkurtuan gjykatat e shkallës parë, u shkurtua në mënyrë drastike dhe mbeti vetëm 30% e personelit gjyqësor dhe për gjykata dhe në për prokurori, atëherë drejtësi kërkon ti. Pra, kjo vrasje që bëri ai njeri, ai qytetar shkodran, është produkt i reformës së drejtësi dhe gjyqtarin nuk e vrau ai që shkrepi këmbëzën. Gjyqtarin e vrau reforma në drejtësi, gjyqtarin e vrau qeveria shqiptare, gjyqtarin e vrau parlamenti shqiptar, gjyqtarin e vrau kryeministri shqiptar, e vrau presidenti shqiptar që miraton dhe pranon ligjet e kësaj natyre. Pra, ti thuash qytetari se pse mbështet ti atë që vrau, zotëri, ti me këtë në vend që të pjellësh ti, thot populli. Se nuk mund të bësh gjithë popullin armi këti. Se ti e shikon që kjo është një urrëtie masive ka që i këti sistemi gjyqësor që ke. Dhe praktikisht është numri dosjeve që flet nuk ka nevojë të flas as unë, as ti, as kush. Shkoni, bëni inventarin sa dosje janë të pastudiuara, sa dosje janë të pagjykuara. Bëjnë dhe atë krimin tjetër juridik, që thonë ka u bë gjykimi në dhomën e këshillimit. Ç'është kështu më? Ka mbetur drejtësia, është rikthyer në kohën e Enver Hoxhës të vitit 45-50. Gjyqtarët dhe prokurorët janë bashkë, janë në një zyrë, i marrën bashkë vendimet. Avokati ishte jashtë. Në fakt çfarë ndodh? Po të marrësh atë peshoren e drejtësisë, peshorja e drejtësisë ka në njërën anë prokurorin, tjetër anë avokatin dhe në mes është gjyqtari. Tani jo, tani janë prokuror dhe gjyqtar bashkë, avokati ne pranofshin të jetë pjesë e gjyqit dhe kjo është drejtësia e bërë deri tani. Pra një drejtësi tipik komuniste e diktaturës së Enver Hoxhës. Se breziri 40 vjeç e lartë nuk e din ç'është 40 vjeç e poshtë, domethënë që janë të datëlindjes vitin 1980. E këtej as e kanë idenë fare që është diktatura. As e din se si ka jetuar ky vend, ky popull.
E kanë harruar qytetarët e Tiranës, shishet e ato qeset dhe gurët që vinin në radhë e dyqaneve të Bulmetit për të marrë 1 litër qumësht. Kanë harruar që ngelin dyqane që s'kishin një kokër qep. Kanë harruar mizerablën dhe burgjet që ishin plot me njerëz të pafajshëm sepse u ankuan që s'ka patate apo s'ka bukë. Pra, kjo drejtësi është, me ata merret dhe tani, nuk merret me peshqit e mdhenj. Me ata që, se ju i ndiqni dhe shikoni që deri më sot, në sistemin e drejtësisë janë gjykuar qindra edhe mijëra raste për gjëra nga më ordineret. Dhe asnjë prokuror nuk thotë, ore dalin sikse po na dalin nga kontrolli i lartë i shtetit, dalin vjedhje të llaktarshme deri në 3 miliardë euro. S'ka njëri përgjegjës për këto, se dalin emrat e hajdutëve. Kanë dalë. Asnjës nuk është dënuar nga këta. Që fajtori kryesor për të gjithë këta është ai që ka hedhur firmën në fund fare, kryeministri i Shqipërisë. Që ky në fakt është vegle tjetër kujt. Nuk ishte bën shteti shqiptar, nuk ishte bën populli shqiptar, ky ishte bën me dorë të hekurt, mbështetet prej atyre që e kanë emëruar aty kryeministër dhe fatkeqësia është jona. Pas dje një deklarat të Fatos Nanos, i cili thot ky nuk e di se nuk kujtohet në ligjërat të drejtë, por ky mason i parinnovueshëm, i parregullueshëm thot. I thon vet. Dhe Fatos Nanua është vetë përgjegjës si e vuri këtë këtu. Po e vuri Fatos Nanua, apo i thanë Fatos Nanos do t'ja japësh pushtetin këtij. Këtë e din ata dy, nëse din. Avokat, pati një mbledhje të gjyqtarëve me njëherë pas ngjarjes. A mendoni që gjyqtarët prekën realisht çfarë duhet ndërmarrë në gjyqësor, apo mendoni që më shumë u interesuan për hallin e tyre, sigurinë e tyre? Ishte mbledhje e gjyqtarëve apo ishte mbledhje e juristëve në përbërjen e të cilës të kishte edhe avokat dhe prokuror? Ishte vetëm e gjyqtarëve apo jo? Pa vlerë. Kanë hallin e tyre, s'kanë hallin e drejtësisë. Se fajtorët që është kjo drejtësi këtu janë ata. U vjen mirë apo s'u vjen mirë? Këtu kemi ardhur. Pse asnjë prokuror nuk merr në ndjekje penale hajdutët e pronave të Shqipërisë? Hajdutët e pronave të shtetit, hajdutët e lekëve të shtetit, të taksapaguesve shqiptar, të taksave tona. I marrin ata, janë miliarderë. Pse s'kërkojnë këta gjyqtarët? Shumë mirë bëjnë që janë mbledhur për të kundërshtuar vrasjen e kolegut të tyre. Në këtë pikë jam dhe unë me ta bashkë, për të protestuar kundër kësaj vrasje. Por ka ca të tjera që na mundsojnë të parandalojmë veprime të këtilla, akte të këtilla kriminale. Dhe cili është kthimi i pronës të i Zoti, revokimi i ligjit 7051, që është themeli i vrasjes së shqiptarëve me njëri tjetrin, dhe kjo vrasje e shqiptarëve me njëri tjetrin i leverdis klasës politike në Shqipëri. Prandaj ju që protestuat që brohoritët dje për festën për fitoren e kombëtares në Serbi, ju zotëri dilni dhe protestoni dhe për këto që themi tani. Avokat, ka pasur një deklaratë të zotit Berisha lidhur me një dalje që sipas tij është bërë Erion Veliajt natën nga burgu dhe është dërguar diku. A besoni që mund të ketë ndodhur një ngjarje e tillë? Shiko, përgjithsisht Berisha, edhe pse kam pretendimet e mia për të, sepse na tradhtoi neve të djathtëve të mirëfillt, zakonisht nuk thot gjëra të paqëna. Megjithatë këtë nxjerrje të Erion Velis nga ai burg për ta çuar diku tjetër, mund ta kenë bërë o për arsye sigurie, ose nuk e di ç'tjetër fshihet pas kësaj lëvizjeje. Se kuptoj, janë veprime që bëhen në mënyrë tepër sekrete, i din pak veta, din pak njerëz. Janë ata që i komandojnë burgjet dhe të burgosurit.
Dyshoj për shumë gjëra, po s'kam të drejtë të them asnjë gjë për arsye se duhet të kesh indicie. S'kam indicie. Avokata, a mund të ndodhë që mund, po themi po marrim për bazë edhe aludimin që ka bërë zoti Berisha, mund ndodhë që ketë pasur ndonjë takim të fshehtë Veliaj, sidomos pas lëvizjes në gjykatën kushtetuese? Takim të fshehtë me kë? Me kë mund të ketë takim? Sepse me ata që janë të interesuar dhe që e kanë për detyrë të kontaktojnë me Erion Velin, ata e kanë në dorë të takojnë kur të dojë atje ku është, edhe kur të duan këta. Jashtë burgut, se nxjerrë se takojnë do të me njëri jashtë hekurave dhe jashtë rojeve. Çfarë s'bën vaki? Këtu ka pasur raste që në vitet 80 ka dalë një i burgosur politik, gjasme politik, nga burgjet e Enver Hoxhës dhe ka bërë përkthimet e Enver Hoxhës këtu në Tiranë. I burgosur politik ai, që në fakt s'je politik, po që për incest familjar, dhe nxorën punonte për të përkthyer veprat e Enverit. Ky shtet gjithçka bën. Komunistët gjithçka bëjnë për interes të tyre. E piksën ujin e bëjnë djathtë. Kështu. Mund të ketë një marrëveshje mes Ramës dhe Veliajt? Nuk përjashtohet. Nuk përjashtohet. Këta në Shqipëri bëhet një politikë e pamoralshme, pa parime. Një politikë për interesin e momentit. Qofse Edi Rama e shikon që i kërcënohet pushteti nga Erion Velia ose nga mbështetësit e Erion Velis në Partinë Socialiste, patjetër që do mundohet ta sfumoj këtë rrezik, ta eliminoj. Të tëra bëjnë vaki. Gjithçka mund të ndodhë këtu. Jemi në një vend që në vendin e çuditërave. Jemi realisht në vendin e çuditërave. Ua thash pak më përpara, nuk ka vend në botë që të ndaloj referendumin. Nuk ka vend në botë që të thotë pse kritikon ti gjyqtarin apo prokurorin do futesh 3 vjet burg. Po çka kishte Enver Hoxha më pak, diktatura komuniste e Enverit? Çfarë kishte më pak? Që se zë njëri në gojë fjalën diktaturë. U dhëm goja ta thonë fjalën diktaturë politikanët shqiptar. Që një diktaturë nga më të egrat, nga më çnjerëzore, nga më shtazaraket. Nuk flet njeri për të burgosurit e Spaçit e të Burrelit. I kanë harruar ata. Janë harruar sepse pjesa më e madhe e tyre janë eliminuar fizikisht nga natyra, kanë ikur. Pasardhës e tyre janë shqitur e janë blerë pasardhës e tyre, kanë mbyllur gojën. Janë shqitur sepse i kanë shërbyer diktaturës për të ruajtur kokën e tyre dhe nuk e kanë kuptuar që me atë shitje që i bëjnë idealit të prindërve të tyre, të burgosurve të tyre, kanë vrarë veten. S'ke që bën. Kështu i gjykojnë, kështu i mendojnë. Avokat, çfarë ka parasysh zoti Berisha kur thotë që Erion Veliajt po i bëhet një trajtim çnjerëzor në burg? A ka burgu, po themi, mbikëqyrje të burgosurve dhe a mund të trajtojë në mënyrë çnjerëzore një i burgosur në 2025 në Shqipëri, në një vend që aspiron për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian? Shiko, në çdo burg, në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, nuk mund të vësh për çdo njeri një gardian. Është e pamundur. Kështu që gjatë kohës që ata janë në gjumë, janë natën, janë të pa kontrolluar nga roja, pa kontrolluar në kuptimin që nuk mund të hyjë të shikoj, ose hyn dhe shikon qetësi për një moment dhe pastaj ikën prap, se s'do rri roja atje me që di unë nga kur kam vajtu që kam kontaktuar me klientët e mi të burgosur. Pra, natën atje mund të bëhet gjithçka. Gjithçka bëhet. Rrihen, vriten, bëjnë çfarë të duan. Në përburgje janë organizuar gjithmonë klika, grupesh të veçanta që nxjerrin një kapo në krye dhe ai kapo pastaj ka ata mbështetësit e tij dhe bëjnë komandën. Këto ndodhin. Dhe Berisha këto i di shumë mirë se ka qenë kryeminist, se ka qenë president. Dhe nuk flet kot. Avokata, besoni që do ketë zgjedhje të Bashkisë Tiranës pas vendimit gjykatës kushtetuese me 31 tetor? Juridikisht nuk ka, nuk duhet të ketë.
Mirë po, këtu s'ka si gjë juridike, këtu s'ka as një zbatim ligji, këtu është shkelur kushtetuta me të tëra, në të tëra aspektet e saj kushtetuta është e shkelur. Është shkelur kushtetuta që te prona, te ligji 41 pronës që të prona e së shëjt, ky pronë e bëri paçaure, leck, që e merr kur i do qefi dhe e lë kur i do qefi dhe pasuron kë i do qefi. Pra këtu gjithçka ndodh zotëri. Asnjë gjë nuk përjashtohet këtu. Avokat në medje është raportuar që kryeministri Rama ose Këshilli i Ministrave ka marrë një vendim ku shpenzimet e zotit Rama pra për udhëtimet do të jenë sekret dhe nuk do i jepen asnjë lloj informacioni lidhur me sa shpenzon kryeministri Rama kur udhëton jashtë vendit. Kësaj thonë të vjedhë sharkën e shtetit me ligj. As më shumë as më pak. Pra han plaçka themi neve andeja. Dhe këtë han plaçka e përdorim për qënd kobar, për qënd hajdut. Tani që të ndaloj me ligj dokumentimin dhe publikimin e shpenzimeve, kjo është vjedhje e pastër fare vjedhje e pastër, po me ligj. I vë kapellën e ligjit, pardesyn e ligjit, edhe është në rregull ai. Pastaj se sa harxhon ai dhe i harxhon për udhëtime apo i harxhon për qefe, ku shkon e nga shkon, kjo është pastaj që me të dorë ti shkon te kusallart e tij, te padronët e tij, te masonët, te Sorosi dhe tek përfaqësuesit e Sorosit kudo që janë në Evropë. Kjo është vjedhje e pastër vjedhje shtetërore. Avokat, kam dhe i pyetje të fundit, është raportuar kohë të ditët e fundit që në jug të Shqipërisë ka pasur një shtim po themi të interesimit të personave të ndryshëm për të bler prona. Ju duke qenë se jeni dhe nga ajo anë, a keni informacion të tillë që është raportuar? Mua jam larg se diem ka ardhur një informacion nga qyteti i Vlorës, ku një avokate, nuk di të tjerë mund të jetë shumë avokat, ka kontaktuar me qytetar të banor të rreth të rrethinave të Vlorës, sidomos nga Topalltia, dhe u ka kërkuar që të blej toka në sasi të mëdha. Domethënë si përfaqen sasi të mëdha dhe mundësisht të jenë toka ku ka ujë. Por avokatja nuk del të thotë se ka përfaqëson. Dyshimet e mia të arsyeshme janë që këta klientë në hije që s'dalin film, duke u thënë qytetarëve që s'ka gjë dhe pa dokumenta, dhe pa certifikat pronësie. I bëjmë ne vetë ato, ju vetëm të merrni para të bëjmë letrat bashkë dhe e zgjidhim ne problemin. Pra këtu kjo do të thotë që ka blerës të fuqishëm dhe me mbështetje politike brenda vendit. Dhe dyshimet e mia shkojnë tek hebrejt, te qifutët. Se sa është e vërtet, nuk e di, s'kam të dhëna. Kjo që them unë, ky informacion që jap unë, që më erdhi nga Vlora dje, dhe më ka ardhur dhe me mesazh, duhet të vërë në lëvizje shërbimin informativ shtetëror, prokurorin e shtetit, SPAK-un dhe presidentin dhe nëse nuk është pjesë e lojës edhe kryeministri. Por ky informacion ka ardhur, kanë kërkuar jo vetëm të Topallti, rreth rrotull në Vosel, se urës mi folit e ku di unë ato zonat andej Topalltis Vlorës, e kështu quhet ajo pjesa fusharake, po kanë vajtur dhe kanë kërkuar deri në Kallarat, në lumin e Vlorës. Pra, kush janë këta blerës enigm? Kjo avokatja kë përfaqëson? Kush i ka thënë që s'keti dilti se i bën letra ti se jemi ne pastaj? Ky është fakti që më është njoftuar, që më është raportuar, se çfarë do bëj shteti nuk e di. Unë u bëj thirrje qytetarëve të Vlorës, çohuni dhe mos jepni as 1 centimetër katror të huajve, sepse me kushtetut nuk lejohet shitja e truallit, e trojeve. Bëni si doni. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë faleminderit ju për intervistën.